Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku tas kebab me mish dhe qep. Dikush mund ta përgatisë siç e kam përgatitur unë në këtë video, të tjerë mund të kenë receta të tjera, por në fund fare le të them që kjo është një recetë që shijon shumë. Tas kebabi është një recetë tradicionale e cila në familjen time përgatitet shpesh, është një ndër recetat që ne e preferojmë shumë, dhe sot unë po sjell versionin që ne përgatisim në shtëpi për tas kebab me mish. Për këtë recetë unë kam përdorur diku te 200 gram mish qengjit, cilin e kam prerë në kubik të vegjël, dhe 2 kokra qep. Në një tenxhere ku kemi hedhur vaj, kam hedhur në fillim mishin, e kaurdisi mishin derisa të lëshoj lëngun e vet dhe mishi të filloj të ndryshojë ngjyrë, dhe në këtë pikë të shtojmë edhe qepët e grira imët. Do i trazojmë mirë qepët dhe mishin. Në një moment kam ndryshuar dhe tenxheren, për shkak se tenxheria që përdora më duke sikur më zinte qepa në pjesën e poshtme dhe mora një tenxhere që nuk ngjiste. Mirë është të përdorni një tenxhere që nuk ngjit, pasi në këtë rast do na duhet që qepën ta gatuajmë për një kohë të gjatë me mishin, derisa ne të shtojmë përbërësit e tjerë. Mishin dhe qepën do t'i kaurdisim në mënyrë të vazhdueshme për disa minuta, duke u shtuar nga fare pak ujë. Në total, për këtë recetë, pra që qepa të fillojë të shkëri, pra të tretet, na duhet diku te 1 gotë me ujë, të cilën do ta shtojmë pjesë. Pra shtojmë pak ujë, e mbulojmë masën e qepëve dhe të mishit me kapak. Dhe më pas rreth 1 minute që mishi dhe qepët janë gatuar në zjarr mesatar, e heqim kapakun, e trazojmë sërish qepët dhe mishin dhe të shtojmë sërish ujë, dhe kështu procesi përsëritet derisa të shikoni që qepët do të fillojnë të përgjysmohen, pasi shumica prej tyre do të fillojnë që të shkrinë, pra të treten. Dhe në fund fare do të shikoni që masa e qepëve dhe mishit do të bëhet një masë kompakte, pra që qepët pothuajse bëhen një masë me mishin, pra nuk kuptohen edhe në ngjyrë, por do të fillojnë edhe të treten pak nga pak. Në tenxhere do të shikoni që yndyra është veçuar veç, dhe në këtë pikë e kuptoni që është faza tjetër për përgatitjen e tas kebabit. Tani në tenxhere do të shtojmë rreth 1 lugë e gjysmë gjelle me miell, e trazojmë mirë dhe më pas do të shtojmë edhe ujin. Pasi shtoni ujin, e trazoni mirë të gjithë masën në mënyrë që të mos na krijohen kokriza mielli, më pas do të shtojmë edhe erëzat sipas dëshirës, por në familjen time përdoret gjithmonë rigon, piper i zi dhe piper i kuq. Dhe gjithashtu mos harroni të shtoni edhe hudhër për këtë recetë, si dhe 2 lugë gjelle me uthull. Sasia e hudhërës dhe uthullës varet shumë nga shijet tuaja. Gjithashtu mos harroni të shtoni dhe krip sipas shijeve që keni, dhe më pas tas kebabin e lëmë të marrë val derisa gjithë masa të trashet dhe ju mendoni që tas kebabi është gati. Është një recetë që po ta përgatisni në familjen tuaj, të gjithë do ta pëlqejnë, dhe për drekën e Bajramit kjo recetë shijon shumë. Tani edhe tas kebabin e keni gati. Tani mund ta servirni për familjen dhe miqtë tuaj. Siç u thash dhe në fillim, një recetë tradicionale shqiptare, një ndër ato recetat që shijon me vërtet shumë. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer, dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani për miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.